O ju lezëjt e mi, njëri pe hoxalarëve derisa ishte duke u lut natën, ndër të tjera i tha Zotit, mithlu ke la jusë. E i Zot, aman be ty nuk je meritor të të kundërshtoj. Sikur i thotë robi, o Zotit, po në njerë edhe mund ta kundërshtoj edhe nanën edhe babën. Në njerë edhe mund ta kundërshtoj edhe mësuesin në shkollë, e pronarin tim në firmë, po mithlu ke, sikur ty o Allah, nuk mund të të bëjmë. Si bëhet me mëkat i Zotit të Madh xhelle wala. Allah i na fal vallahi bile. Sa Allah i na fal vallahi, edhe nëse të bëjmë mëkat ya Rabbi vallahi nuk është në çmimi shikimit tan ya Rabb, por nefsin akhret për në gjunahe. Por ne përsëri kthehemi dhe pendohemi, siç tha Allahu në Kur'an, walladhina wa idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru idha hum mubsirun. Dhe kur ata i godet diçka për shejtanit, ata më njëherë kthjellen edhe i pendohen Allahu të Madh subhanahu wa taala.